Në Shqipëri, fasadat vlen për herë më tepër se mirë funksionimi. E shembulli konkret për këtë është rilindja urbane. Prej më shumë se një dekade, qeveria shqiptare ka investuar qindra miliona euro për projektin ambicios të kryeministrit Edi Rama i ideuar për të modernizuar qendrat e qyteteve. Kemi filluar nga qendrat urbane, ja lënë harres nga qeveria në pashme, po dhe nga qeverit në përgjithësi për shumë vite. Me ardhjen në pushtet në vitin 2013, kryeministri Edi Rama nisi projektin e rilindjes urbane, ku thelbi ishte të rigjallëronte jetën dhe ekonominë e çdo qyteti. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se fatura e shesheve kryesore të qyteteve, si dhe të fasadave të pallateve, për llogaritë të jetë afro 600 milion euro. Jo pak për një vend ku afro 600.000 shqiptar jetojnë në kufirin e varfërisë. Por ajo që të krijon pikpyetjen e madhe është si e ka impaktuar pozitivisht ekonominë ky projekt. Një nga gabimet më të përsëritura të urbanistikës sonë është investimi tek sipërfaqja, por jo tek sistemi i mirë funksionimit, si kanalizimet, rrjetikulimit, tubacionet e vjetra apo kapacitetet e ujësjellsave. Shumë sheshe moderne janë rihapur vetëm pak muaj pas inaugurimit për të riparuar kanalizimet, një tregues se planifikimi nuk është integral. Nëse do të kishte gondola apo varka, do të mendonit se jemi në Venecia, por jo, jemi në Durrës, kur bie vetëm 30 minuta shi. Durrësi përmbytet me rreshtet e para, sepse sheshi i ri nuk lidhet siç duhet me rrjetin e vjetër të kullimit. Ndërsa nëse shkojmë në Vlorë, vetë shiut e përmbytjes së sheshit, sfida është pastrimi i baltës, që mbetet tek sheshi i rilindur. Kjo sepse drejtimi i rrjedhës së ujit nuk u studiua gjatë rikonstruksionit. Në qytete si Durrësi, Vlora, Lushnja, rreshtet e para të shiut mjaftojnë që sheshet e rehabilituara të përmbyten. Shqipëria do t'jetë europiane vetëm kur qytetet tona të funksionojnë, jo vetëm të duken bukur. Deri atëherë, rilindja urbane mbetet një nga shembujt më tipik të investimeve ku fasadat vlen më shumë se infrastruktura bazë, duke qartë që qytetet tona nuk po përmbyten nga shiu, por nga mungesa e planifikimit.